Përshëndetje të gjithëve. Sot do përgatisim një gjellë me lakër të bardhë dhe mish. Mund ta përgatisni me mishin që ju pëlqeni. Kjo është një pjatë e thjeshtë, plot shije dhe tradicionale. Filloj me përgatitjen. Këtu kemi një qep mesatare, e grim qepën në pjesë të vogla dhe më pas do ta vendosim në një tigan të thellë. E caktojmë edhe pak, e vendosim në tigan, duke i shtuar diku tek 4-5 lugë të gjellës me vaj ulliri dhe direkt në zjarr për t'i bërë një kaurdisje. Ndërkohë që qepa kaurdiset, ne presim në pjesë të vogla 2 speca të kuq. Mund t'i përgatisni edhe me speca jeshil, por speci i kuq jep pak dekor pjatës. I prem holl edhe specat, i shtojmë në tigan. Në fakt unë këtë e përdor edhe tigan, edhe tenxhere, por edhe tavë. Është tre funksionale dhe është shumë e mirë për në kuzhinë. I dham një skuqje të lehtë specave, është momenti për të shtuar mishin. Kam zgjedhur vetëm pjesë tule të mishit. Do t'i bëjmë një skuqje mishit derisa t'i largohen langjet. Këtu kam një lakër të bardhë. Do mundohemi ta krijim sa më holl lakrën. Këta koçante lakrës unë i largoj pasi ndihen në gjellë. E kthej mishin nga ana tjetër. Sapo mishi të ndryshojë ngjyrë, do t'i shtojmë salsën e domates. Shtojmë 2-3 lugë të gjellës me salcë domateje. E përziejmë mirë. E lëm 2-3 minuta që të largohen lëngjet e salsës. Ndërkohë ne i grim 4-5 thelpinj hudre. Shtojmë lakrën e bardhë, të cilën unë jam munduar ta grij sa më holl. E bashkojmë lakrën me përbërësit e tjerë, i vendosim kapakun dhe e lëm të bjerë nga vëllimi për gati 10 minuta. Mbas 10 minutave, si e shikoni, ka rënë ndjeshëm nga volumi. Shtojmë 2 gjethe dafine për të larguar atë aromën e rëndë të lakrës. I shtojmë pak krip, piper të zi. Për t'i dhënë më shumë shije dhe ngjyrë, po i shtoj shafran. E mbuloj me 1,5 litër me ujë. I vendosim kapakun dhe e zim në zjarr të ulët për 1 orë, 1 orë e gjysmë, kur ta shikoni ju që ka zier plotësisht. Këtu kam një tuftë të mirë me nenexhik, e grim nenexhikun holl. E kemi gati. Për të rregulluar pak teksturën e gjellës, unë po shtoj 1 lugë të çajit me nisë shte. I shtuam shumë pak ujë, 2-3 lugë të gjellës me ujë, e shtojmë në tenxhere dhe kjo e bën pak më kremoze gjellën. Jep edhe shije sigurisht. Shtojmë edhe nenexhikun, mund t'i shtoni erësat që ju pëlqeni. Unë gjatë servirjes i shtoj edhe pak rigon dhe ja ku e kemi një pjatë. Nëse ju pëlqeu kjo recetë tradicionale me lakër dhe mish, mos harroni ta shpërndani me të dashurit tuaj. Faleminderit që jeni pjesë e Pasion Kuzhine. Me dashuri nga kuzhina ime.